energjetikës, por edhe ekonomisë, e cila besoj do t'ja shtoj votat, rikthimi i okrugovës, gjithsesi do t'ja shtoj votat Lidhjes Demokratike të Kosovës. Lidhja Demokratike të Kosovës ka edhe koalicion pra me Partinë e Drejtësisë dhe me AKR-n dhe ka edhe figura të vjetra pra, siç janë Ismet Beqiri, siç janë Feta Rudi, pra e ka kontinuitetin brenda dhe konsideroj që do të dalë shumë më mirë në këto zgjedhje të jashtëzakonshme, por që kritikën e kam për arsye se ka mundur të përfshihet pse jo edhe Agim Veliu, i cili në vazhdimsi po i shkakton ose i ka shkaktuar dam Lidhjes Demokratike të Kosovës me mos rikthimin e tij. Pra, të gjitha partitë politike, pra, edhe Lidhja Demokratike nuk e ka përmbytur ciklin e unifikimit, sikur ta kishte rikthyer edhe Agim Veliu, nuk e kuptoj këtë pse s'mund të rikthehet Agim Veliu. Megjithatë, konsideroj ndër listat më të mira për sa i përket edhe kualifikimit, edhe sepse është partia më e vjetër dhe besoj që në këto zgjedhje do dalë shumë më mirë. Veç shkurt që kësha dashtë të një mungesë me to. Nështë pak në krahasime me që tash i kemi dy listat, atë të 28 dhjetorit dhe në anën e tjetër i kemi këtë të nënshkurtit si ka qenë. Duke s'ka bos koalicion me kërkanat. LDK-ja, se harova më herët me thonë që e ka një